Ja kështu, jemi kthyer në pjesë të dytë. Do të flasim për bëmat e qeverisë, do të flasim për natyrën që është fajtore për shkatrimet, për gjithçka që është fajtore këtë vend, opozita, populli në daçi, përveç njërit, atij që është në maj kryeministit. Ai s'ka faj. Shikoj, më kap një çik kryeministrin këtu. Cristiano, më afro pak me lajmin. Rama, aeroporti i Tiranës ndër më të mëdhenjt në Ballkan. Aeroporti i Vlorës në fazën përfundimtare. Zgjedhje sikur për uruaj, mbani mend në kohën zgjedhjeve? Erdhi dhe pacolli me avione, zbritën hyrje dhe Rama e pa atje, u mahnit me aeroportin e Vlorës. Ore, ju mungon një gjë këtu apo më duket mua? Cristiano, sikur mungon një gjë këtu, aeroporti i Vlorës. More sikur ka qenë një aeroport tjetër në Shqipëri, mor. Ku ka qenë, mor, Cristiano, një aeroport tjetër? A? Kuksi, thot. Po mi mo ec, pse zihesh me mua? Ec, ke Kuksin ec. Aeroporti i Kuksit nuk ka fluturime, thot, për të ardhurat vi nga duty free. Shkoj Kuksian, po më thot një Kuksian, dhe blejnë paketa. Për këtë është ndërtuar aeroporti. Kuksianët që kanë mbetur aty, shkojnë dhe blejnë paketa në shishe pije, i blejnë lirë, duty free. Pra, u bë një aeroport, u bë një investim gjigant, dhe më shkojnë qikë më tutje, një lajmë më tutje, lutem, Cristiano, se mos të mbesim këtu, urdoja, kemi edhe këtë burrën e mirë këtu, për të gjitha ata që më kanë përqeshur, thot Edi Rama. Po, vite përpara, një 5 vjet para. Rama nxjerr video nga punimet e aeroportit Kuksit. Fluturim falas për atë që më kanë sharë nga Londra. Edhe vërtet ju kujtohet që erdhi me një avion, bënte edhe show, kështu ha, qeshte me njerëzit, ata i thoshin Kuksianit, bëfsh hajër, të lupshin durët e komët, ja ku u bë dhe kjo festa, si qekoni, me karike, ull avioni që erdhi nga Londra, një perl, një mrekulli. Mi po, natyra, besoj unë, jo korrupsioni, ka viti që këta aeroporte ka të mbyllur. Pra, siç natyra i prishi rrugën, koridorin e 8 tek ndërtohej, edhe pse punonte i buldozer, nuk i kishte ai fajin. Edhe pse gërmonin në lumë, edhe gërryeshe këmbaurë, nuk i kishte ai fajin. Edhe pse duheshe studiuar tereni para se të ndërtohet, nuk i kishte fajin ai. Kishte fajin ai. Po për këtë aeroportin e Kuksit kush e ka fajin? Ai. Nuk e ka korrupsioni. Pse s'kemi aeroport Kukës? Se kemi aeroportin e Kuksit që s'u vun punë, tani është bërë dhe ky Vlorës, i cili u hap për zgjedhje. Zbritin 2 avion, zbritin pacolli se zbritin dhe tjetër, e s'funksionon. Mot, thot, si vjet, po mot se do bëhet aeroporti. Këtë për mua bete kemi, ju vazhdoni ju merruni me hyrjen BE. Të lutem, Cristiano, vazhdojmë. Se dimensionet e një udhëheqësi nuk janë vetëm teknike, nuk janë vetëm politike. Fillon një udhëheqës i cili rri 100 vjet në pushtet, fillon edhe dimensioni shpirtëror. Urdhroni atë shëja. Rama në sofrën e hënës, një përmbledhje reflektimesh nga iftaret. Po, ju e keni parë kryeministin ton të dashur, që shtron iftare. Dhe ku shtron iftare, flet më shumë se Hoxha. Natyrisht, ka një fjalim programatik, orë të tëra, minutat të tëra, që kap orën fjalimi. E thot gjëra të mëndshura, thot edhe sure nga Kurani, hadithe. Kuptohet që besoj i ka vet nga erudicioni ti, nga thellimi ti shpirtëror në botën mistike, si që është bota edhe materiale, por një lider i duhet. Dhe mua më kujton, ky lider që ka bërë një libër me përsihatje shpirtërore nga iftaret që ka shtruar ai, më kujton, pritja gjej pak emrin, shtu ku e ka emrin, ashtu, quhet Saparmurat Niazov, ma nxirën çik? Saparmurat Niazov. Libri i tij quhet Ruhnama, që do thot libri i shpirtit. Shikoni këtu e ke në gjuhë tuaj,
thot ish presidenti ka bërë një libër të shenjtë, thot Run Hama, i cili vazhdon të përdoret nëpër universitete. Ky si Ramajoni ishte pak a shumë, edhe jo Run Hama nuk është Edi Rama, po është shpirtërore, bëri një libër ku përmbledhet disa gjëra, ku përmbledhet përjetimet e tij, legjenda të vendit të tij Turkmenistanit, dhe arritën këto pjesë nga libri i tij të hyjnë edhe nëpër xhami. Pra bashkë me Kur'anin të fliten dhe këto. Dhe nuk është çudi që udhëheqësi ynë shpirtëror, edhe politike Edi Rama, ti duke kaluar në këtë dimension. Natyrisht që ky Turkmenistani nuk jetoi gjatë as fizikisht, po as vepra e tij, se me vdekjen e tij filluan ta heqin nga shkollat, bile edhe kur jepje provim patente duhet të citoje libra nga ky Run Hama. Ndërsa lideri ynë, ju lutem ma gjeni ku ta gjej këtë librin me përsiatet e Edi Ramës në iftaret që ka shtuar. Dhe kanë nxjerrë tani për Ramazan. Pra, pse e them këtë? Që kur lideri thot nuk e ka korrupsioni, por e ka natyra, besoni se ai është në një dimension tjetër, është një dimension shpirtëror, mistik, le ta themi, dhe me përqasje shumë me institucionet fetare. Të lutem kaloj se etika përjashton nga 10 ditë bardhin dhe balliun, rrëzohet kërkesa e PD-s për ballën. Shikoni populli i dashur, pse e nxora këtë? Taulan Balla faktikisht bëri një gest për cilën në një farë mënyrë e justifikoj, nuk kërkoj ndjes. A ndjes nëse është fyer zonja, po është një numër tha 0900 që flasim me Europën. Faktikisht politika nuk flet me 0900 me Europën, se nëse flet me 0900 po flet me një call center. Dhe mund të flasësh për faturën e energjisë elektrike, për një vend pune, mund marrësh informacion, por nuk jenë marrëdhënie aty që presim ne, se mendojmë që po hapen negociatat, ndërkohë ne flisemi me call center. Gjithsesi, këta reaguan. Balla nuk u përjashtua, përjashtojnë këta që reaguan. Pavarësisht se e thash me shaka dimensionin shpirtëror të Edi Ramës, që besoj unë se mendon se është edhe kalifi i Shqipërisë, udhëheqës shpirtëror i vendit, siç është udhëheqës i drejtësisë, udhëheqës i opozitës dhe gjithçka e tjetër. Shqipëria e njerëz nuk është në demokraci. Këtë le ta themi. Nuk është një vend demokratik dhe nuk është në demokraci. Deri këtu do thonë ju e dim. Problemi është që mos mbani shpresë jashtë Shqipërisë. Shpresa ndryshimet është këtu brenda. Jemi të dënuar. O e ndrojmë, o do ta vuajmë kuris. Nuk ka rrugë tjetër. Po thonë njerëzit, po ja se ka filluar kjo lufta, po ja se e mori ai atë Maduron, nuk e mori Maduron Trump, o shok, koleg, nuk e mori si udhimsën venezuelianët. Mori për politikën e vet, dhe bota kështu funksionon. Doni një ilustrim, të lutem ma nxirr pak. Shikoni çik këtë lajmin këtu. Mojtaba Khomeini zgjidhet udhëheqësi i ri, suprem i Iranit. Ishte babi, nga babin e vran, del biri. Pra, mendoni pak, në një të ardhme, nuk do t'jetë zoti Rama, se natyra mund ta hedhi një lloj siç e hodhën rrugët, do t'jetë biri. Do thonë, jo, po nuk ka mundësi. Shko, Edi Rama ka në pushtet, pra ka qenë, po themi kryeministri 1 milion shqiptarëve, kryetari i Bashkisë Tiranës, që në fillim viteve 2000, sot pra, ka çerek shekulli. Ku vjen rradha të birit. Dhe që mos hallakatemi te pjesa e demokracisë që e ka Amerika. Ma nxjerr çik lajmin tjetër, të lutem. Trump, s'më intereson nëse Irani ka demokraci. Mjafton udhëheqje miqësore me Shuban. Ky është postulati të cilin unë kam vite që ja u them shqiptarëve të mi të dashur, atyre që i dua, më duan, po dhe atyre që s'më duan, më falni, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht gjithë vendet moderne nuk kanë empati, nuk kanë afeksion, nuk thonë i shkreti popull sa vuan. Jo. Kanë partneritet, aleat ose kundërshtar, ose armiq. Në rast që kanë armiq, nuk pyesin fare, i rrafshojnë. Në rast që kanë aleat, nuk pyesin se ç'i bën aleati popullit. Thjesht aleati vazhdon rrugën e tij. Saddam Husseini ka qenë aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Osama Bin Laden ka qenë njeri i CIA-s. Derisa në një moment caktuar
Zoti e di, edhe CIA, se pse kaluan në anë ku s'duhej. Në rastin konkret, nuk ka shkuar Trumpi, nuk po bombardon, nuk ka çuar ushtri, nuk ka mobilizuar botën, se i vjen keq për popullin iranian. Jo, ka një politikë të vetës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në çastin kur do gjej një person me cilin do të merret vesh, mbarojnë bombardimet, bëhet biseda, se ç'ndodh me popullin poshtë, është çështje e popullit. Pra populli shqiptar, nxjerrim mësim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Trumpi, kush është para Trumpit dhe mbas Trumpit, nuk ka ndonjë merak të madh nëse ti je në demokraci, nëse ke liri e më tash. Jo. Ka merak nëse udhëheci i vendit tënd është me të apo kundër ti. Nëse ai është kundër, do ta paguash ti. Nëse është pro, pra do ta paguash ti nëse lideri e ka mirë me atë, po ta zhyt këtu. Dy fjalë thjesht për të qenë korrekt me njëri tjetrin. Ecim. Standardet, këtë pjesë standardet. Kam kaq kohë që diskutoj, më thonë gjuhëtarët, po kështu e ka bota. Jo, francezët nuk thonë standard, po thonë standard, se përshtasin gjuhën e tyre. Ne nuk kemi d, nuk kemi fjalë që mbarojnë me d, ne na zbut na bëhet t. Dhe standardet, siç flasim, bëhet gjithsesi. Standardet e BE-s për sigurinë ushqimore diskutime prodhuesit dhe përpunuesit e qumshit. Shkon në këtë tavolinë, nuk bëhen më shumë se 30 vet. Po e zëm se çereku, jo më shumë, janë punues ministrisë. Pra, 25 vet janë prodhues dhe përpunues u qumshit në këtë vend, atëherë qumshi është monopol, apo jo? Shkoni shikoni sasitë e qumshit pluhur, i keni në për statistikat e doganës, që zhdoganohen, që hynë në Shqipëri. Shikoni se sa Tufa, Baxho kanë falimentuar dhe mbi të gjitha me urdhrin e kryeministit në verë, që tha na duhet dokumentacion tha për çdo litër qumësht, ndryshe do ta kpusim çdo person që është i paguar i qumësht. Dhe natyrisht u mbyllën Baxho. Ikën ata pak njerëz që merrsin në përmale barinj me dele, të kenë shtetin nga mbrapa, ikën i bën naftën. Kështu që ja ku jemi. Këta janë standardi, 30 veta. Çfarë thoj vllai? Eco vlla, eco. Eco Kristi. Thesun ose the Sun, siç thuhet. Shqipëria, destinacioni sekret i Europës me qytete antike dhe bregdet manitës. Tani po ka ardhur më tundës kjo pocaqia me këtë punë, se shoh që kudo paguajnë lek, edhe bëjnë artikuj nga këto bombastik reklamos. Unë kam punuar për shkak se një periudhë kohë ma mbyllën mundësinë çdo lloj dritare të punojnë media. Kam punuar gujt. Dhe kam punuar me turistë me gjuhë të ndryshme. Fal Zotit, edhe familjes, ma kanë dhënë rrjedhshëm disa gjuhë për të folur. Para punës nuk është destinacion sekret i Europës. Në Europë, si funksionon? Shkon për shembull një francez, ka agjencinë e vet, siç kanë mjekun e familjes, siç kanë avokatin, kanë edhe agjencinë turistike. Edhe i thon, këtej nga tetor nëntori. Na i thon çik ofertat. I thon ata, ç'pa ke? Po, nxjerrin parat. Një kështu 1000 deri 800 euro. E fillojnë ata. Tani 800.000 euro, Azerbajxhan, jo, kemi parë, Albania, ose Albani. Shqipëria, thot interesant. Sa është? 7 ditë. 800 euro. Agjencia dhe kjo 800 euro, merë pjesën e vetë, ta themi 200 euro. Hynë fluturimi. Shtrëngohet agjencia shqiptare, edhe përfundoj me dreka vakie. Do më vjen turisti, është një pjatë salat për 4, një sup me oriz, një pilaf me i kof shpule, edhe halv. Këtu përfundojnë, në këtë deregje. Gjithsesi, kur ti i merr dhe i çon nëpër qytetet antike, për shembull i thu Berati, kështu shohim, okay, mrekulli, bukur. Janë ekskursion, nuk është një destinacion që unë nuk kam parë, në 4 vjet që jam marrë me këtë punë, nuk kam parë ndonjë turist të mahnitur. Janë kënaqur me ushqimin, janë kënaqur me mikpritin e popullit, janë kënaqur me qetësinë, ndonjë mahni ose ndonjë kuriozitet të madh. Turistë që vinë këtu nga 70 deri 90 vjeç me buxhet vogël, harrojeni. Dhe siç e shikoni, flucka turizmit që u fry shumë par vjet tha 20 milion tha dhe pik, ka ikur dhe ka përshtypjen që ta marrim me vete edhe këtë fluckën e ndërtimit. Të lutem, Zvicrën voton për uljen e tarifës vjetore të transmetuesit publik kombëtar SBC.
Pra, është transmetuesi kombëtar si puna RTS-s. Do thotë që zviceranët paguajnë një tarifë vjetore për këtë transmetuesin kombëtar. Do votojnë për ta ulur si tarifë. Pse? Se nuk I kënaqin zviceranët. Imagjinoni në Shqipëri. Kryeministri I vendit ka thënë, unë të jem e mbyll RTS-n. Okej, ti jesh e mbyll RTS-n, por ne pse duhet të paguajmë për RTS-n? Kjo është një pyetje që ja u bë, mua më dhëm RTS-ja se aty kam lindur profesionalisht. Në fillim të viteve 90 kam filluar punë në RTS dhe më dhimbset. Më dhimbset si institucion siç ishte, më dhimbset ata njerëz, më dhimbset dhe si është ka ta ndisur dhe në një farë mënyrë jap drejt Edi Ramës, ë. Jap drejt Edi Ramës është një pocaqi ku ti nëse dikur ulesh se dije që kishe një program, sot nese. Por puna është nëse Zvicra thot ore këtë tarifën, ne pse do ta paguajmë? Ka një pyetje në kuadër të me që më doli si lajm. Gjithsesi, Armir Shkurti, Kristiano Xhanari dhe Zjarr Televizion ju urojnë një natë të qetë, presin protestën e datës 12 kur ngritin paqësorë, çfarë do të jetë? Flasin të hënën i komentojmë. Natën gjithë mirat.